Po sikur sot të vi dikush dhe t'ju thot, ju nuk jeni fëmijët biologjik të prindërve që ju kanë rritur, ju si do të cilleshit. Shikoni, do t'ju tregoj një histori vërtet absurde, sepse ajo që ka ndodhur para disa viteve, burare që pas ka ndodhur edhe në Shqipëri, disa herë, sepse këtë video, pra një video të tillë, pse më kujtua, nga një artikull që kisha lexuar para disa kohësh, dhe e publikova në Facebook dhe pati reagime që mbeta pa fjalë. Ndiqeni me kujdes sepse është vërtet absurde. Kush është rastisht e t'i bëj live faqes, shihemi sërish, faleminderit që jemi për bashkë. Ju faleminderit sinqerisht. Shiko, para disa viteve, në vitin 2013, një kamionist nga Tokyo, teksa este me kamion, një ditë në një supermarket, pa një njeri që i ngjasonte në mënyrë, kujtoj se ishte fotokopja e tij. Dhe i erdhi ideja që të bënte një test. Nuk i tha gjatë njeriu, por tha doja të bëja një test. Dhe bëri një test. Bëri një test dhe prindrit që ka rritur nuk ishin prindrit e tij. Ai mbeti pa fjalë. I kërkoi nënës, sepse nëna i kishte mbetur, ata ishin rritur në të varfër. Dhe nëna e tij e rriti sepse në moshën kur ishte 13 vjeç ai i vdiqi ati dhe ky u detyroi që të fillonte të punonte dhe vetë nga mosha 14-15 vjeç, se vetëm me pensionin e nënës nuk dilte. Ai i kërkoi nënës së tij, tha, më thuaj, tha, kush është ta, pse, ku më ke marrë, me çfarë befotrofi? Jo, mu i thosha dhe qau e shkreta. Jo, tha, ti je fëmia im. Dhe si përfundim, kur doli, sepse pasi bën testin dhe bën gjithë këto probleme, sa nuk kishte ndërmend të hidhte në gjyq, sepse lexova disa artikuj që thoshin do hidhte në gjyq të ëmën, pas 60 vjetësh burri kamionist do hidhte në gjyq të ëmën, sepse nuk është fëmia biologjik. Jo. Ai nuk e hodhi në gjyq. Lexova disa artikuj edhe në gjuhën japoneze, i përktheva, se nuk dija japonisht, dhe thoshte që jo, unë dua vetëm të di, nuk është se hodhi në gjyq. Dhe çfarë doli? Doli që ai kur kishte qenë në martenitet e kishin ndërruar me një fëmijë tjetër. Pra gjatë lindjes ishin dy gra që ishin bashkë në të njëjtën dhomë dhe kishin lindur. Ema këtij që ajo që e rriti me një fjalë dhe një tjetër që ishte ema e vërtet. Dhe aty nuk dihet nëse ishte rastësore apo ndodhi ose e bëri të qëllimshme. Dhe në atë moment pasi e ndruan fëmijën, ky u rrit me një familje tjetër. Tani, ku qëndron problemi? Ky zbuloi që fëmia që shkoi tek familja e tij biologjike ishte familje pasur dhe ai fëmijë u rrit, u bë kështu menaxher dhe jetoi mirë. Ndërsa ky i shkreti filloi që të punonte që në moshën 14 vjeçare. Shiko se si ndryshoi jeta, Dhe ky hodhi në gjyq sepse çfarë do bësh në këtë moshë? 60 vjeç ai hodhi në gjyq pas 60 vjetësh martenitetin që i kishte ndërruar. Dhe nuk kishin çfarë t'i bënin. Normal që prindrit e tij, pra ata prindrit e vërtet jetonin akoma, por i thanë ne nuk dim gjë për këtë histori, kujtonim se ky është djali ynë, fëmia ynë. Dhe si përfundim vazhduan jetën normalisht. S'kan çfarë i bëjnë. Është shumë e çuditshme. Tani në vitin 1986, mos gaboj, pas ka ndodhur një fakt i çuditshëm në 1986, po, në Berat. Nuk dua t'ju tregoj vendin, sepse më bëri përshtypje kjo histori. Siç ju thash, para disa ditësh publikova një video duke treguar historinë e këtij zotëris nga Japonia. Dhe nuk ma priste mendja që pas ka ndodhur edhe në Shqipëri 10 herë, pra që kanë ndryshuar fëmijët mes njëri tjetrit, që i kanë ndërruar. Po, dhe ajo që më mbeti në kujtes ishte ky nga Berati. Një infermiere do ta çonin diku tjetër, pra jo në atë vend ku ishte, dhe ajo nga inati, apo kishte probleme me fshatin, nuk e kuptova se si ishte mirë, sepse nuk ishte shumë i qartë komenti, ajo i ndërroi fëmijët për 3 muaj. Ndërroi fëmijët mes njëri tjetrit 3 muaj. Atëherë nuk kishte që të bëje teste të ADN-s. Dhe merreni me mend tani, ata fëmijë janë rritur 3 muaj, me fjalë për 3 muaj, gjithë ta fëmijë që mund të kenë qenë me 10-ra, janë rritur me prindër të ndryshëm. Merreni me mend.
që e bëri nga inati, por ka dhe të tjera raste që e kanë bërë qëllimisht ose të tjera raste që e kanë bërë padashje. E lexova në komentet e këtij posti që bëra para disa ditësh. Një burr 60 vjeçar hodhi në gjyq atë martenitetin ku kishte lindur, sepse e ndërruan. Është çmenduri ta mendosh që sot në këtë moshë të mundesh të thuash me këtë moshë. Unë për shembull 56 vjeç të shkoj aty tek nëna ime të i them, po tani të bëjmë një test. Nejse, unë jam mirë sepse në Llakatund lindnin 1, 2, maksimumi 3 fëmijë në ditë ose në javë, kështu që nuk ishte e përditshme dhe ishte vështirë që të ndryshonin fëmijën. Pastaj, përveç kësaj, kam një ngjasoj në mënyrë eksakte fotokopi me nënën time edhe me vëllezërit e mi. Kështu që unë për veten time nuk do e bëj testin, po nuk dua t'ju këshilloj dhe juve se nuk dua që të zhgënjeni, por ju thash sepse është vërtet shumë absurde, që të mendosh që sot pas 40 vjeç, 50 vjeç, apo ndoshta 60 vjeç, të thuash të bëj një test ADN dhe shikosh që nuk janë më ata nuk janë prindrit e tu ata që të kanë rritur, pra prindrit biologjik, por janë prindrit që të kanë rritur dhe kaq. Megjithatë, te këtyre testeve, te këtyre diskutimeve që bëjmë, sepse janë informacione të rëndësishme, super të rëndësishme, këto që diskutojmë së bashku, te këtyre unë dua të them që kush të rrit është prindi i vërtet, për mendimin tim. Sepse me shumë hallë, me shumë sakrifica, ata sidoqoftë rritën dhe duke menduar që edhe në qoftë se do të ishte ndryshe, ata menduan që ti je fëmia e tyre dhe edhe sikur mos të mendonin që ishte fëmia e tyre, ata e kanë bërë me shumë dashuri dhe respekt. Dhe kështu që ne duhet t'i respektojmë, sidoqoftë. Mendimi im, tani unë do dëshiroja një komentin tuaj çfarë mendimi keni për këtë argument, sepse unë nuk kam fjetur gjumë kur e kujtova, sepse e kisha lexuar para disa viteve, se kjo ka ndodhur në vitin 2013. Kjo historia e këtij japonezi, nga Tokyo. Por nuk e mbaja mend dhe më duket kisha ndërmend që ta bëja tek emisioni Enigma, më duket. Kisha ndërmend që ta bëja tek emisioni Enigma dhe e humba. Nuk e di pse. Dhe krejt rastësisht duke lexuar një artikull këtu në Itali, por lexoja një artikull që thoshte si për shembull historia e atij japonezit vitin 2013 që denoncoi martenitetin që sepse e kishin ndërruar kur ishte fëmijë. Aty mbeta dhe thash, do të jetë i njëjti artikull, kur shkova lexova më kujtua. Megjithatë, siç ju thash, unë ju dua fort, ndaj do të dëshiroja një komentin tuaj dhe ta keni parasysh që unë thash pjesën time, pra që në qoftë se sot do zbulonim që kush është me të vërtet prindi ynë, unë për mendimin tim nuk i nderoj me askënd, me fjalë prindit që kam, me askënd. Dhe kështu që doja të pyesja edhe juve, sepse i vetëm unë mendimi im nuk ka zbën asgjë. Megjithatë, kalofshi një ditë të bukur, punë të mbar sot, ju përqafoj dhe një javë të këndshme. Ditën e mirë.